Që në fillim përpiqem që ta vë në gjumë vetëm në gji. E vë në gji dhe më pas e kaloj në krevat dhe aq. Por me kalimin e kohës, pastaj rriten këto metodat. Për shembull me vajzën, me fëmijën e tretë, treshin, se tani shumë herë ne u drejtohemi në pranitë e njerëzve. Dyshi, treshi, katra, sepse nuk mbajnë mend emrat për njerëzit, pas dua të rëndoj për ta dhe e vija në gjumë me një muzikë, po e quaj me një melodi tingull të tharëses së flokëve. Pra, zhurmë e bardhë. Po, zhurmë e bardhë. Po ajo e donte shumë atë. E donte shumë dhe ka shkuar gati deri në 1 vjeç e gjysmë, domethënë, njerëzit shqetësoheshin me fëmijën e dytë. Ska që për të shqetësuar në zhurmat e bardha. Se shkoj shumë gjatë, Po ska që ne vazhdojmë përdorim zhurmat e bardha. Me fëmijën e dytë, pra vajza e parë, e vija në gjumë dhe nxirja të veshur trash mirë në karrocë në balkon.